ndalimin e ish-polisit të Kosovës nga Serbia dhe mbajtjen e tij në qelim me akuzë për vrasje të rëndë në Banjsk? Po, Serbia vazhdon me manieret e tilla dhe nuk është hera parë. Kem edhe në vitet paraprake raste të tilla. Bile mund të them ata në vitin 2024 në prill dikon kanë burgosur edhe një pestar bashkëkombës do thotë serb, i cili ka qenë dhe është zakonës drejtori i policisë së Kosovës. Me duket se është fjala për Zoran Jovanovićin. Dhe pas duket pas disa orësh kanë liruar. Pastaj kemi rastin me 3 policë të cilët janë arrestuar në zonën kufitare shtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të gjitha këto manire të Serbisë në këtë fokus. Arrestimi i ish-pjesëtarit një sitit special operativ Avnor Zyberit, Asmahiut, më falni, është një rast do thotë ky arrestim ka ndodhur me 7 qershor dhe gjykata në Serbi ka dhënë paraburgim për 30 vjeç, do thotë një muaj det. Dhe tëra kjo është me qenë se zoti Spahiu qysh në vitin 2022 nga të dhanat zyrtare të policisë së Kosovës është vetë larguar nga detyra dhe nuk ka qenë fare pjesë e rastit Banjska. Mirë po, Serbia ka pas për qëllim që rastet e tilla ti konsideroj dhe ti paraqes se një ndjekje që bëhet gjëja se për rastin në fjalë dhe atë që ndodh në veriun e Kosovës. Dhe mendoj që psikologjikisht tenton të krijoj një panik që nuk mund të krijohet, them drejtën. Dhe dyta është marrë një person që në jetën e tij nuk ka të kaluar të dëmshme apo mund të them që lidhet për brenda, sepse Serbia nuk është ajo që gjykon njerëz brenda shtetit të Kosovës. Por çdo veprimtari që nëse ka zhvilluar kushdo qoftë. Mirë po rasti i Spahiut është rast po them tipik i shantazhimit dhe i propagandës serbe që ka për qëllim që ta mistifikojë edhe rastin komplet të Banjskës që ka ndodhur në shtator të 2023-s. Dhe në këtë drejtim Serbia dëshiron që në opinionin e vet të brendshëm ta paraqesë si sukses duke i ndjekur ata që kanë zhvilluar veprimtari dhe operacione të drejta dhe legjitime, siç ishte rasti në Banjska për shkatrimin e atyre celulave që kanë pas një komponent, po të them, kriminale dhe terroriste. Mendoni ju se jeta e Avnor Spahiut është në rrezik në Serbi në këto momente? Mendoj që Serbia nuk do ta bën atë gabim që të rrezikon jetën e një shqiptari të Kosovës të shtetit të Kosovës. Çdo herë që them të shtetit se Serbia ka problem, nuk ka problem me nocionin Kosovë me shtet. Kur përmend do të thotë në këtë drejtim mendoj që nuk do merr dhe nuk e ka mund të them do të ishte katastrofale që një njeri i paraburgosur në Serbi ta rrezikojë jetën e tij, por dëshiron që të ketë informacione dhe me shantazhe të ndryshme të merr ndonjë dëshmi dhe informacion derisa ka punuar në policinë e Kosovës, zotri Spahiu, dhe besoj që do të jetë një përmbledhje atyre që informacionet që atyre ju intereson apo fundi fundit të tentojnë që të krijojnë mjekull dhe të nxjerrin ndonjë informacion që pastaj Serbia do të shfrytëzonte, mund të them, qoftë në dosjet apo mund të them edhe në rast të ndonjë gjykimi që dëshmit e tij të jenë të tilla që mund të kompromitojnë proceset në Kosovë ose tërë efektivat e policisë së Kosovës në aksionet që ndërmirën në veri por edhe në gjithë Kosovën, por mendoj që zoti Spahiu nuk do të bjen në këto gracka, por për jetën, për rrezikimin e jetës nuk e besoj. Nuk është hera e parë dhe e dyta Serbisë do t'i kushtonte një vdekje e tillë në burgjet e Serbisë, pa marrë parasysh ku ka punu dhe ka punuar një pjesëtar aq më tepër një pjesëtar i policisë së Kosovës apo individ nga Kosova, sepse atëherë Serbia do të merrte edhe goditje, mund të them,
nga organizata ndërkombëtare dhe ato që merren me të drejta dhe liritë e njerëzit dhe do të kishte një denoncim që nuk besoj që kjo do ndodhë. Po, qartë. A e vlerësoni të drejtë ju thirrjen e drejtorit të policisë të Kosovës ndaj ish pjesëtarëve të njësisë speciale apo dhe çdo efektivi tjetër lidhur me aksionet në veri për të shmangur kalimin në pikën kufitare me Serbinë? Sipas informacioneve nga kompetentët e policisë së Kosovës, është një udhëzim që i preferon, i sugjeron dhe ju tërheq vërejtjen që pjesëtarët e policisë së Kosovës gjatë pushimit të tyre, aktiviteteve të tyre, apo edhe mund të them janë disa rregulla në policinë e Kosovës për pjesëtarët e tyre për të udhëtuar jashtë. Dhe ekziston një udhëzim sipas informacioneve që është real dhe i saktë që pjesëtarët e policisë së Kosovës mos të udhtojnë tranzit nëpër territorin e Serbisë për në vendet e treta. Dhe mendoj që kjo sqaron shumë dhe besoj që edhe ata që kanë punu në policinë e Kosovës dhe mendoj edhe çdo qytetar sidomos që përfshin instrumentet e sigurisë, policisë, forcave të ushtrisë, FSK-s, por mund të them edhe ish pjesëtarët e ushtrisë shtetërore të Kosovës nuk kanë nevojë të udhtojnë dhe të kalojnë nëpër territorin e Serbisë. Edhe pse është marshrutë gjatë, pjesa tjetër e rrugës përmes Shqipëri, Marzi, Kroaci, ata që udhtojnë me mjete automobilistike, të shmangin këtë rrugë dhe të kalojnë në segmentin tjetër të këtyre tri shteteve që i përmenda. Por ne e dim që shumë bashkëdhëtar, sidomos në kohën tash të sezonave të pushimeve, që edhe ata me siguri kanë, mund të them, duhet të sugjerohen nga ata, sidomos nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, që t'i shmangun në udhëtimet nëpër Serbi, edhe pse është rrugë më e shkurtë, mirë po do thotë siguria nuk është 100% nëpër Serbi, nga se edhe personat të cilët nuk janë pjesë të këtyre institucioneve që përmenda më herët, apo ish pjesëtarë të UÇK-s, nuk mund të garantojnë askush që Serbia nesër mos ta bëjë edhe ndonjë arrestim dhe t'i pengojë gjatë rrugës për poenat e tyre, qoftë për konsum të brendshëm, qoftë për efekte të atilla që ata tentojnë t'i paraqesin si ndjekje për njerëzit që edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës nëpër institucione të sigurisë në Serbi shiqohen me një luftë tjetër. Në gjykimin tuaj, apo tenton Serbia të instrumentalizojë drejtësinë për të krijuar narrativën sikur Kosova po kryen krime ndaj serbëve? Po them drejtën, në aspektin legal ligjor, Serbia përpos në territorin e saj, po që se kryhet ndaj veprim, veprimet brenda territorit të shtetit të Kosovës nuk ka legjitimitet, sepse edhe pse nuk kemi njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi, dhe Serbia nuk e njeh Kosovën. Është aspekti, do thotë, që është një procedurë dhe një proces, mund të them më mirë, që kërkon kohë. Nuk është në dorën e Serbisë të gjykojë veprimet brenda Kosovës. Dhe mendoj që kjo është një politikë e cila ndaj Kosovës paraqet, mund të them, një lloj averzioni dhe tendence për të krijuar në opinionin serb që Kosova është pjesë e tyre dhe format të atilla që realisht mendoj që pengojnë edhe vetë Serbinë, sepse realiteti është të ndryshe. Sot kemi një realitet, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, pas vitit 1999, që do thotë është edhe dita e shtërimit se të koincidon me Kosovën, e hyrjen e trupave të NATO-s, dhe që është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e Kosovës, por edhe gjithë shqiptarëve me drejt. Realitetet kanë ndryshuar dhe mendoj këtë drejtim Serbia duhet të jetë e vetëdijshme që raportet e tilla apo fqinësia e mirë duhet të realizohet vetëm në respektimin dypalsh në aspektin institucional dhe shtetëror. Dhe format e tilla të gjykimeve dhe të krijimit të improvizimeve të rasteve dhe të gjykatave të tyre me dekt e tyre që i paraqesin si Nishi, Knaleva dhe gjithë ato që kanë bëjnë
me Kosovën, ato ose format e tilla të institucioneve serbe me emrin e Kosovës janë forma që besoj që janë të gjykuara edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nuk i shohin mirë në sy sepse faktori ndërkombëtar nuk mund të them drejtë ndonjëherë nuk ka dhe qasje kështu aq këmbgulse dhe të ashpër, sidomos me rastet e tilla ku maltretohen qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse mendoj që aspekti i tillë i lëvizjeve të njerëzve është njëra ndër kaptinat që do thotë edhe procesi i Berlinit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallit dhe të kapitalit e ka si parim. Prandaj Serbia mendoj që duhet të ketë kujdes me këto veprime sepse to nuk i bojnë nder përkundrazi e futin në shtetin i cili me siguri nuk respekton rregullat, nuk dalet njeriu duke shkuar në qoftë edhe te ne, po ashtu. Nuk kem nevojë që sot të krijojmë të krijojmë telashe me njerëz dhe me familjarë të cilët do thonë dhe kanë nevojat e tyre për vizituar apo për të kaluar tranzit, qoftë në Kosovë apo në Serbi. Dhe mendoj që kjo formë e tillë e Serbisë, meqense politikisht Serbia është e ngarkuar, sidomos elita politike dhe shtetërore në Serbi,